Dashnor, kohët e fundit keni pushu një nga ca kështu inspektora në përrethek nga Shkodra, nga Korçë që keni bërë domethënë. Si çfarë prognoz? Te si puna. Do të them puna ashtu se ke përsëri se to ka pas pallariu. Ke përsëri ke ka foto bie me miq me qenë. Si nuk ka, un punoj. Un çaj punën deri në fund. Un po e thash llaf e maj, ose se maj në herë, do të them më shumë të kohës e maj. E ka kështu domethënë. Këto domethënë ke përsëri që ta vishin shkosh aty që në gjas me të bashën kontrolle. Ne nuk e kontrollosh këtë, shkoj aty kap, e thash. Ku je ti? Çka po? Ja sa, pa ti ku shef, un jam të shtruar, jam shefi janë, ja sa. Se nuk e di se nuk para shef shumë televizore gjë. O të edhe pa ne pa them se e ke parasysh se këto gjëra do të bëhen pa domethënë që të arrijë kështu ne pastaj. Rregull, zoti Sulja, o Dashnor. O Dashnor, një sekondë. O Dashnor, edhe i pyetje. Si i boni këto, si i verifikoni këto inspektive? Te ne si fillim shkojmë dhe shohim çfarë është dëmtuar, e ke parasysh se këto gjëra, dhe mos ne me anën fotografike dhe me proces verbal. Pasi e ke parasysh se të gjitha këto, biles kena ka inspektuar aq shumë raste sa nuk më kujtohen biles. Se di se sa raste kanë qenë, me thënë drejtën, se kanë qenë sa më korç 31 31 po ka shumë problematika, më keq tash se të lutem shumë tash, më keq. Po e kuptoj. E po tash. Çfarë do të thënë?